Kosova po vazhdon të tërheq një numër gjithnjë e më të madh vizitorësh nga Shqipëria edhe përtej sezonit të verës. Rajoni i Prizrenit dhe zonat e tij malore turistike mbeten destinacionet më të frekuentuara në vend. Sipas operatorës turistike Matilda Voja, interesimi i vizitorëve nga Shqipëria për Kosovën po rritet vit pas viti, si në numër ashtu edhe në larmishmërinë e aktiviteteve që kërkojnë. Trendi jo vetëm që është në rritje, por nga kërkesat që ne kemi, sidomos për fundjavët që njerëzit janë më të lirë, destinacioni Brezovicës, Prevallës, Prizreni, Ujvara e Drinit, Rugova, Dragashi, të gjitha janë destinacione shumë kërkuara. Janë kërkuara në radhë të parë sepse normalisht dhe për shkak të dëborës, sepse në Shqipëri dëbora nuk është kaq e shpesh sa është në Kosovë, por dhe për shkak të çmimeve më të lira. Sidomos agjenci turistike sjellin paketa më ekonomike në lidhje me nevojat që kanë shqiptarët për të lëvizur. Duke parë çmimet e hotelerisë në Shqipëri dhe duke parë çmimet e hotelerisë në Kosovë, mendoj që jemi shumë herë më lart se sa pjesa e Kosovës. Edhe mënyra, një gjë që des dua ta pranoj, por dhe mënyra e shërbimit e mikpritjes është shumë herë më e mirë në pjesën e Kosovës. Këtë trend e konfirmon edhe nënkryetari i Odës së Hotelerisë dhe Turizmit të Kosovës, Burim Sallauka, i cili thotë se fluksi i vizitorëve nga Shqipëria ka qëndruar i lartë edhe gjatë muajve të vjeshtës dhe këtë sezon dimror. Në të vazhdueshme kemi klient ose mysafir nga gjitha viset shqiptare, jo vetëm nga Shqipëria, por kemi edhe nga Maqedonia e Veriut, nga Presheva, nga gjithë Kosova e Shqipëria. Ka edhe nga Ulqini që vinë vazhdimisht. Siç dihet, ne jemi të njoftën, në Kosova është e njoftën për malet, që ka malet e bukura, sidomos ke pjesa e Sharit edhe e Rrugovës, që njihen si vendet si malet më të bukura në Ballkan. Edhe kemi musafir vazhdimisht kemi musafir siç e potencova më herët. Përmendet që Kosova ka male të bukura, që Shari dhe Rugova, po edhe Shqipëria ka male të bukura, të cilët janë e fortë. Pse kjo është? Ndoshta është mikpritja. Shqipëria ka, po këto janë male pak më të larta, janë më të pasuna, si dhe e kemi edhe ushqimin tradicional që ofrojmë në këto vise. Ushqim tradicional, ushqim shumë të cilësor, dhe edhe me çmime jemi momentalisht Kosova është vendi më i lirë në Evropë. Këto të dhëna e pozicionojnë Prizrenin si një nga pikat më të forta të turizmit kosovar, fal natyrës së pasur malore, infrastrukturës së mirë dhe ofertës së gjerë për aktivitete rekreative, nga ecjet në Bjeshk e deri te guidat kulturore në qytetin historik, si në stinën e Verës, ashtu edhe në stinën e Dimrit.